Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali në emisionin Klik Plus, duke folur për kërkesën e studentëve që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, theksoi se të drejtat e garantuara me kushtetut nuk ka nevojë të përsëriten në çdo ligj apo rregullore, pasi ato duhet të zbatohen automatikisht nga institucionet. Kur ne themi se duhet respektohet kushtetuta dhe nuk duhet futemi në çdo ligj apo në rregullore të institucioneve të ndryshme ta shkruajmë gjithandej se duhet kjo, domethënë për arsye se nuk kuptohet, nëse në kushtetutë është e shkruar diçka, gjithçka inkorporohet në praktikën e motutjeshme të institucioneve dhe do të qëndrojmë kësaj mbrapa, domethënë për krajën do ta kenë studentët maksimalisht. Sali bëri të ditur se ka komunikuar me ministrin e drejtësisë, por se nga ana e tij nuk ka pasur mirëkuptim. Ai theksoi se kërkesa e studentëve ka bazë kushtetuese dhe se refuzimi nuk lidhet me mungesë argumentesh ligjore, por me mungesë vullneti. Unë kam pas një komunikim me ministrin, për fat keq nuk ka pas mirëkuptim. Kur e keni pasur këtë komunikim? Gjatë kësaj jave apo më herët? Dita pasi ka ardhur materialit e unë, kërkesa e studentëve, dhe mua më vjen keq që Ministria e Drejtësisë do të delë në një situatë të pavolitshme për arsye se nuk do të ketë më arsye time si ta refuzon kërkesën e shkak se isha në udhëtim zyrtar, nuk e kam pas takimin tet-a-tet, ka qenë një thirrje telefonike me cilën kam kërkuar që të respektohet kjo kërkesë për arsye se ka bazë kushtetuese, domethënë. Po. Cila është përgjigjja? Unë kështu, domethënë mes fjalëve e vërejta se nuk ka vullnet, nuk ka të bëjë me argumentime këtu. Ministri i Drejtësisë i ka kërkuar takim tet-a-tet, por Sali thotë se kjo nuk është çështje politike, por juridike dhe nuk kërkon negociata apo diskutime të gjata. Ato lloj takime mbahen në momente kur duhet merren vendime politike. Kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje juridike. Diçka që është e shkruar dhe garantuar, është procesi kryer, nuk kam nevojë të trajtoj një temë dhe të kalojmë orë të tëra duke u bindur se kushtetuta e thot këtë. Por do të shohim. Pres ministrit të reflekton, nëse nuk reflekton, do ta trajtojmë edhe ashtu, do të organizojmë një takim, ta bindim si ministri i drejtësisë, i cili do ta respektojmë fillimisht ai dhe institucioni i tij kushtetutën dhe pastaj të kërkojmë edhe nga qytetarët të respektojnë atë. Përgjigjja më e prerë dhe më e qartë ndaj ministrit të drejtësisë sipas zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali do të jetë nga avokati i popullit.